Përshëndetje të gjithëve. Mbrëm, Shqipëria nuk organizoi thjesht një koncert. Shqipëria organizoi një ngjarje që fal kanaleve sociale dhe famës globale të protagonistit u bë në çdo cep të botës një lajm. Por në Shqipëri zakonisht këtë herë, edhe më shumë se sa zakonisht, arsyeja dihet, ngjarja u bë një motiv i ri dasie shumë të egër, ku një furi dhune dhe marrëzie u lëshua kundër një koncerti. Mu bë një jetë që sa herë jam përpjekur të bëj diçka të bukur, diçka ndryshe, diçka të re përmes projekteve publike, kam dëgjuar të njëjtin refren. Populli s'ka buk, s'na duhen fasadat, pensionistët po vdesin, nuk do han plakat, varfëria është në kulm, s'duam koncerte. Dhe pas klithmës së kundërshtisë, fillojnë gjithmonë llogaritë absurde. Me kaq lek, do të merrte kaq ky, do të merrte aq ai, e me radhë. Në pamje të parë, kjo qasje duket sikur ha debat. Dhe demagogët që mbushin pasqyrat e kanaleve sociale me çerret e verosura për popullin duken sikur po thon diçka që bën sens. Po në vërtet, për te hipokrizisë tyre, që është maramëndse, ky është një keq kuptim themelor mbi mënyrën se si zhvillohet një vend dhe se si rritet një ekonomi. Sepse zhvillimi nuk është një buk me një masi fikse ku çdo euro që ndahet për një koncert i hiqet një pensionisti, i hiqet një smuri apo i hiqet një nxënësi. Zhvillimi është aftësia për ta bërë bukën më të madhe që në ndarjen e saj më pas të ketë më shumë për të gjithë. Dhe koha e ka treguar këtë, qysh me rilindjen urbane, e cila ndryshoi energjinë e qyteteve dhe krijoi një reakcion zinxhir zhvillimesh shumë pozitive, ku nga ngjyrat u kalua tek forma, nga forma u krijua një zinxhir i ri zhvillimor. U rrit konsumi, u rritën të ardhurat, u rritën investimet, u rrit punësimi dhe patjetër u rrit edhe ekonomia së bashku me pritshmëritë. Prandaj pyetja më e rëndësishme nuk është thjesht sa kushton, por edhe sa vlerë krijon. Një shpenzim mbaron në çastin që ai bëhet, ndërsa një investim vazhdon të prodhoj vlerë edhe pasi është bërë. Një koncert madhështor nuk lë pas vetëm një shenjë të bukur në kujtesën atyre që e shijuan. Ai lë para në arkat e hoteleve të mbushura, të restoranteve plot, të kafeneve, të dyqaneve, të sipërmarrjeve që merren me transportin, që merren me sigurinë, me teknikën, me logjistikën dhe patjetër të gjithë atyre që bëhen pjesë e organizimit të tij. Ai krijon fitime për biznesin, krijon mundësi pune për njerëzit e angazhuar, duke mbledhur njëkohësisht edhe të ardhura për shtetin përmes taksave mbi atë vlerë të shtuar, si dhe miliona sy të drejtuar nga Shqipëria. Ai tregon botës se ky është një vend ku edhe kur ka protesta, ka mikpritje, ka siguri dhe mund të organizohen ngjarje të mëdha me pasion dhe me profesionalizëm. Një vend i lirë, demokratik,
ku s'duhet kesh asnjë droje që të vish, të pushosh, të rikthehesh dhe të mendosh të investosh. Parafituroni se si ka shkuar ky mesazh tek ata të huaj që kanë rezervuar të vinë në javët e muajit në vijim dhe ndërkohë ishin duke menduar anullimin e rezervimeve për pushime për shkak të protestës. Siç ndodhi në qershor, ku pas një maj fantastik, prurje të ranë, duke goditur në fakt ekonominë e shumë familjeve që jetojnë me turizmin. Dhe merrim me mend tani se çfarë impakti negativ do të kishte anullimi i koncertit më të madh që Shqipëria ka organizuar ndonjëherë. Po jo vetëm për turizmin, po edhe për investitorët e huaj. Sepse investimet e huaja nuk shkojnë thjesht aty ku ka ligjet favorshme dhe taksa konkurruese, po shkojnë aty ku rreth parë ka besim, ka energji, ka reputacion, ka ambicie, ka siguri pa diskutim dhe ka një shoqëri që beson tek e ardhmja e vet dhe që ka guxim për ditë ta shohë ardhmen me një sy të ri. Askush nuk investon në një vend që ka frikë, ka vetja. Kapitali ndjek në radhë të parë besimin, pastaj sigurisht bën dhe llogaritë e fitimit. Qytete si Vjena, Londra, Parisi apo Singapori na i kanë zgjidhur me kohë e me vakt dilemat e ndarjes së bukës zhvillimit, duke u bërë lider të industrisë, kulturës, të sportit dhe të argëtimit. Ata konkurrojnë për të sjellë artistët dhe eventet më të mëdha të botës, sepse e kanë kuptuar, e kanë testuar dhe provuar prej kohësh që pyetja e dur nuk është sa kushton një aktivitet kulturor, por sa ekonomi gjeneron, sa turist, pra konsumator tërheq, sa investime frymëzon dhe sa prestigj ndërton. Shqipëria e sotme nuk duhet të pyes vetëm sa kushton. Shqipëria e sotme që synon ligën e kampionëve të mesdheut turistik duhet pyes me patjetër sa vlerë krijohet nga ky investim. Dhe mos e harroni që ka një varfëri shumë më të madhe dhe shumë më të rrezikshme për një vend se sa mungesa e të ardhurave të mjaftueshme. Varfëria e aspiratave. Për një vend dhe për çdo. Kush është i varfër në aspirata është i dënuar të mbetet shumë më mbrapa se sa mundësitë që ai realisht ka, si vend apo si individ. Kush e shes çdo ide të guximshme si të nxituar. Dhe kush e shes çdo sukses si të dyshimt, nuk e lufton, po vetëm e ushqen varfërinë. Varfëria nuk luftohet duke mos bërë koncerte, po duke bërë edhe koncerte. Sepse një vend nuk bëhet kur dot i pasur duke menduar vetëm për barkun e jo edhe për shpirtin. Mirëqenia rritet duke krijuar vlerë, duke tërhequr kapital, ide, njerëz dhe mbi të gjitha duke qenë aktor protagonist, jo spektator pasiv të botës ku jetojmë. Pensionet nuk paguhen nga pesimizmi. Spitalet nuk ndërtohen nga refuzimi i çdo nisme të madhe. Mirëqenia nuk lind nga zvoglimi i ëndrave. Ajo lind nga guximi për të parë më larg, për të synuar më lart dhe për të krijuar më shumë vlerë, duke pasur kurajon gjithmonë për të guxuar më shumë. Dhe tani edhe 2 fjalë për 4 milionë eurot dhe për ata që bëjnë sikur nuk kuptojnë.
Dhe ndërkohë që hedhin papushim, helm në vesht e njerëzve, nga pensionistët deri te më të rinjt, duhet të ekspozohen përpara faktit se po, ato 4 milion euro ishin investim. Po, ishin një investim i bërë minutën e fundit për të shpëtuar investimin shumë më të madh për Shqipërinë, për ekonominë e Tiranës dhe për mira njerëz nga mbi 8 vende të botës që i kishin prerë biletat për të ardhur këtu dhe mbi të gjitha një investim për të mos hapur një plagë të re, mos besimi ndaj një Shqipërie ku i kanë sy të gjithë dhe ku do të mbaj fjalën që i garanton të gjitha aktivitetet ndërkombëtare dhe i garanton qytetarët e huaj që vinë në këtë vend. Por e vërteta e 4 milionshit është edhe më e plot se sa kaq. Është edhe më e plot përtej asaj që bëjmë ne, sepse ato 4 milion euro nuk do kishin dalë nga arka e shtetit, po të mos ishin bërë kërcënimet, shantazhet, fushata e bullizmit dhe histeria e dhunshme e rrjeteve sociale, ku një pakicë njerëzish kujton se mund t'i imponohet me terror gjusor një vendi tërë, qeverisë, sipërmarrjeve dhe kujdo që nuk mendon si ata që e mishërojnë pakicë. Po si mund lejohet kjo? Si mund lejohet kjo në një vend demokratik? Fut një qeleshe në kokë, apo lidh një farmur në qafë dhe merr peng Shqipërinë në emër të popullit? Ndërkohë që populli dihet shumë mirë se flet me votë, jo me sharje, jo me kërcënime, jo me dhunë dhe shantazh përmes gojës disa zëdhënësve, të cilët në rastin më të mirë janë llapaqorra të paditur dhe në rastin më të keq janë aventurier të kapur. Po, të kapur. Prandaj, nëse atyre dhe pastaj kujt i ndjek ata nga pas u dhëmbin ato 4 milion, le t'i kërkojnë fillimisht llogari vetes për klimën e dhunës që kanë ushqyer në për kanalet sociale, sepse 4 milion eurot nga arka e shtetit nuk i nxori koncerti, po i nxori sulmi. Agresioni i verbër për ta shkatruar koncertin. Protestat janë një burim energjie për demokracinë dhe respektin për institucionin e protestës unë personalisht. Dhe kjo shumicë qeverisëse e kemi dëshmuar që në ditën e parë. Dhe dëshmojmë gjithmonë. Por nuk ka asnjë shans që ne të pranojmë t'i nështrohemi dhunës, kërcënimeve, shantazheve, apo koreve linçuese që të kujtojnë ato sheshet e mesjetës, me turmën e egzaltuar që i gëzoi spektaklit të linçimit dhe të vdekjes. Po ashtu nuk ka asnjë mundësi që unë personalisht pajtohem me idenë se në Shqipërinë e vitit 2026 qytetarët duhet heshtin, artistët duhet të tërhiqen, sipërmarrjet duhet t'i paguajnë haraç një turmë dhunuesish online, të cilët me verbërinë e tyre dhe me mbështetjen e shumë profileve falso të kujtojnë gardat e kuqe, gardistët revolucionit kulturor në Kinë. Edhe një gjë me rëndësi në mbyllje. Angazhohen tufa sorrash dhe laraskash për të më akuzuar mua se po sulmoj popullin që paska dalë në shesh, se po shaj rinin që nga zgjuar, se po akuzoj emigrantët që po kërkokan llogari dhe me radhë. Po jo. Absolutisht jo, unë e kam bërë që në kryet herës dhe në çdo herë që kam folur. Dallimin
e ditës Flamingos me natën e Corbett dhe të Soros. Kur nuk i kam paragjykuar ata qytetarë që dolën protest paqësisht, e bindjen se duan një Shqipëri më të mirë. Të gjitha ata të rinj dhe të reja që dolën protest me bindjen se duan një mjedis më të mbrojtur, ata familjarë që dolën protest për një shëndetësi më cilësore, ata prindër që dolën protest sepse duan një arsim më të mirë, ata burra dhe gra që dolën protest se duan një administrat më njerëzor, dhe kur nuk mund t'i paragjykoj njerëzit në përgjithësi që duan një shtet më të drejtë në tërësinë e vet. Sepse edhe unë dua pikërisht të njëjtat gjëra. Kur një vend përparon, pritshmëritë e njerëzve rriten më shpejt se sa vetë ritmi i përparimit. Rrugët më të mira i bëjnë gropat e mbetura më të padurueshme. Lufta frontale me korrupsionin që nuk ka ndodhur kur më parë, e bën korrupsionin ende më të padurueshëm. Shërbimet më të shpejta, si asnjëherë më parë, 95% online, e bëjnë çdo shërbim për mbetur ende më të patolerueshëm. Kjo nuk është shenjë dështimi. Është shenja më e qartë, më e sigurt, më kuptimplot se shoqëria kërkon gjithnjë dhe më shumë, dhe detyra jonë nuk është që t'i ulim pritshmëritë e qytetarëve, as t'i shohim pakënaqësitë e tyre si kundërshti ndaj nesh, por të gushtojmë çdo ditë hendekun mes asaj që kemi arritur dhe asaj që ata me të drejtë presin nga ne. Prandaj po dëgjojmë me shumë vëmendje një grup i ngritur enkas qysh në ditë e para po mbledh çdo shqetësim dhe po përpiqemi të ndërtojmë një reflektim mbi tmetat, gabimet, boshllëqet tona dhe pastaj sigurisht hap pas hapi do t'i komunikojmë ato me të gjithë ata njerëz të zakonshëm dhe të ndershëm të këtij vendi që kërkojnë që rrugtimi ynë drejt shtëpisë europiane të jetë më i shpejt dhe që Shqipëria të bëhet më shpejt ajo që ata duan, por jo vetëm duan, po dhe meritojnë.